Lakrori I vitit të ri, përgatitim lakrorin e vitit të ri, mami në fakt do ta përgatiti, edhe do na e vër neve që ta marrim me vete në Greqi, që të bëjnë mamat shqiptare, të shkretat kështu bëjnë gjithmonë për fëmijët. Neve nuk e kaluam dot vitin e ri me prindrit në Shqipëri se punonte motra edhe u detyruam të ikim, po mami na e vuri lakrorin me vete. Po, është e vërtet. Tani si e përgatiti? 1 kg gjysmë me miell, I hodhi brenda 2 vezë, pak vaj ulliri, 1 çik kripë, I hodhi dhe pak uthull, por nuk e kapa dot në video, edhe pastaj do ta mbrujmë me ujë. Ujin derisa kuptohet që brumi duhet të punohet. Se është edhe sasi e madhe, por edhe që të na dali ashtu I butë edhe I mirë lakrori. Si shikoni përvesh I mëngët mami, këtu edhe filloi të mbryj brumin. Tani, pasi e ka punuar goxha, do ta mbulojë dhe do ta lër pak që të çlodhet derisa të bëjë edhe përgatitjet e tjera që të filloj të hapi petët. E mbuloj, do ta lër një çik që të çlodhet brumin, siç u thash, edhe këtu. Bashk me Evën filluan të hapin petët, pasi e ka prerë të gjithë brumin në copa të vogla, që të jenë pak a shumë të njëjtë petat të kenë të njëjtën sasi. Lakrori bëhet me petë të pjekura. Edhe kush tjetër do t'i pjeki babi, se unë kisha për të marrë video, por duhet të vija edhe në punë të tjera, ndaja edhe filloi babi të pjeki petët tek soba me dru, pastaj u përgatita edhe unë kafe që të mos thoni që nuk u përgatita, nuk bëras edhe një gjë. Tani neve këtë e themi lakror, të cilin e bëjmë me petë të pjekura edhe me copa mishi brenda. E di që nga vende të tjera mund ta thoni mesnik ose ka emra të tjera, nuk e di, por neve e themi lakror, që kur ishte gjyshja që e bënte këtë recetë, kështu e mbaj mend edhe kështu e themi. Tani disa në lakror hedhin edhe vjozmon energjik, domethënë, neve nuk na pëlqen me atë shije, ndaja edhe e bëjmë thjesht me lëngun e mishit edhe nuk ja hedhim ato vetëm tek mishi që do hedhim pak kripë dhe piper kur ta zjejmë që ta skuqim. Tani, sa më shumë qep të ketë, aq më I mirë do dali lakrori. Tani, mishi u skuq bashk me qepët, edhe do ta vendosim që të vlojë në tenxherën e presionit, se mishi do goxha orë që të ziej, ndaja edhe nuk e vëmë direkt tek byreku. Pasi të ziej mishi, mami do hapi edhe 3 petë, të cilat duhet të vendosen në fund të tepsisë, edhe nuk duhet që të piqen, ndaja duhet të jenë ashtu të freskëta, të vendosim në fund të tepsisë. Tani, do marri të gjitha petët e pjekura, edhe do t'i bëjë copa të vogla siç e shikoni, pasi ka hequr mishin nga tenxhera e presionit, me lëngun e mishit edhe me qepët e shumta, do ta hedhi lart mbi petët e prera. Petët e prera mirë theme që janë të pjekura. Kjo procedurë duhet të bëhet ca me petët, jo të gjitha bashkë, se po të jenë të gjitha bashkë, mund të mos njomen petët edhe të na dali I that lakrori. Pasi e ka mbaruar edhe këtë procedurë, do vendosi copat e mishit nga lartë. Mishi nuk duhet jetë as shumë I madh, as shumë I vogël. Mishi mund të jetë mish viçi, mish qëngji, çfarë të doni juve. Mish keci nuk ka problem fare, edhe pastaj si shikoni, do vendosim edhe lekun brenda. Kjo është tradita që kemi nga zona jon, që përgatitim lakrorin me mish për vit të ri, edhe vendosim lek brenda. Si shikoni, lekun neve e kishim larë dhe pastaj e mbuluam edhe me letër kuzhine. Edhe e vendosim në furrë të piqet në 180 gradë. Na e poqi mami, edhe e morëm me vete siç u thash në Greqi. Para se ta servirim në tavolinë, e vendosëm që të ngrohet pak lakrori nga lart edhe nga poshtë. Juve kuptohet, po ta përgatisin në shtëpinë juaj, do ta hani atë moment të ngrohtë. Por neve me që nuk kishim kohë ta bënim vetë në Greqi, na e përgatiti mami dhe e morëm me vete lakrorin. Tani, procedura për lekën. U kthye djali ime që të mos I shikonte pjesët, se kuptohet që ai nuk e dinte se ku ishte leku, e ku e kishin vendosur, edhe tha emrat e familjarëve. E ndamën në 9 pjesë, do me thënë, të gjithë emrat e familjes, edhe atje tek personi që bie leku, themi që është me fatë. Ku mendoni juve tani se ra leku, do të them pak më vonë në video. Këtu po I ndajmë pjesët të gjitha me radhë. Pjesët e para që ndau ishin të djalit tim, të djalit të Evës. Këtu mos ishte pjesa e vëllait më duket, pjesa e Evës, kjo këtu në mes e di që ishte e kunatit,
Kjo pjesa këtej tjetra ishte imja, pastaj ajo në krah duhet ishte e burrit tim, kështu i tha djalit tim, kështu i ndam edhe neve, ashtu siç i tha, edhe pastaj neve kontrollojmë ku është leku. Leku zakonisht vendoset ose nën mish, siç e vendosëm neve, ose mund ta hedhim brenda tek petët e pjekura, po ashtu është më e vështirë që të gjendet leku, edhe që të mos rrim të kërkojmë një 2 orë lekun. E vendosi mami nën mish, edhe ndaj u kthye djali që të thoje kujt është çdo pjesë, se neve mund ta kishim parë lekun ku ishte. Tani un po çoj mishin këtu edhe doli leku, ja tek është, po, siç e kuptuat më ra mua si vjet leku, por siç na e bënin edhe prindrit edhe gjyshja kur ishim të vegjël, që të mos mërziteshim neve, e vinin lekun tek fëmija që ishte më i vogël. Edhe tani me që më i vogël këtu ishte djali tim, e bëmë gjasmë sikur i ra atia tek pjesë e tij leku, edhe i thamë hajde të kërkoshë mos të ka rënë ty leku. Edhe i shkreti filloi të kontrollojë pjesët, njëherë vajti të kontrolloj pjesën ime, i thash nuk është te pjesa ime të keqen mami, duhet të jetë tek pjesa tënde. Ndaja edhe shiko ku mund të jetë leku. Filloj të kontrolloj me radhë, përveç edhe mëngët këtu, që të kontrolloj mirë byrekun, edhe pastaj me që nuk po e shikonte edhe unë isha e lodhur, i thashë pa shiko se më duke se është këtu, e pa edhe u gëzua shumë, se nuk e priste që do t'i binte leku, por tani fëmijët gëzohen më shumë, po off the record më ra mua leku, edhe të kemi një vit të mbaro njerës edhe të bukur. Besoj se çdo njeri në familjen e tij ka traditat e veta, unë u tregova traditat që kemi neve tek familja tonë. Do me thënë është lakrori, me mishi do me thënë, me lekun brenda, e di që në sa zona të tjera mund të keni për shesh, nuk e di se për Krishtinë dhe për vit të ri, po gëzuar anë